PDK-ja ka kërkuar dje pas takimit me Hamzën që një kërkesë për takim drejtuar saj të konkretizohet. Çfarë mënyre dëshironi ta pranoni ftesën, zotëria Aliti, si PDK? Nuk është e vështirë me konstatu se çfarë kërkon Partia Demokratike. Na nuk jemi nën punës të Albin Kurtit si parti, na jemi në opozit aktualisht dhe betejë jonë është politike. Krahas kësaj, ne jemi të interesuar si parti që të zgjedhet presidenti dhe të përpiqemi që të evitojmë zgjedhjet e parakohshme, në qoftë se ekziston ndaj mundësi dhe në qoftë se zoti Kurti nuk është interesuar me shku në zgjedhje dhe përmes këtyre akrobacioneve të tij të krijoj një mendim politik në Kosovë që opozita, respektivisht Partia Demokratike e Kosovës, po refuzon zgjedhjen e presidentit, nuk merr pjesë, ashtu siç edhe partitë tjera opozitare, dhe këto janë fajtorët që nuk po zgjedhet presidenti. Na kemi të qartë se çfarë fuqie politike kemi aktualisht, por në të njëjtën kohë mendojmë që presidenti duhet të zgjidhet një figurë emblematike, do të thoja, ose një figurë e cila garanton kushtet Po kur thoni se duhet konkretizuar ftesa, çfarë kërkoni që të jetë përmbajtja e saj? Në rast se e njëjta edhe mund të jetë duhet me u përcaktu zoti Kurti se çfarë po don. Ne i kemi bërë një kërkesë publike që kandidati për president duhet të jetë nga Partia Demokratike i propozuar, dhe kjo është kërkesa dhe qëndrimi i Partisë Demokratike të Kosovës. Vetëm një kandidat apo dy kandidatët, cilët duhet të jenë